Forcat e policisë në Sarandë kanë vënë në pranga 31 vjeçarin Keidi Bana, i cili është arrestuar në flagrancë duke transportuar armë zjarri. Kapja e tij u bë e mundur në tunelin e Skërficës, aty ku Banait u gjetën 4 pistoleta, të cilat sipas hetimeve dyshohet se do të shiteshin tek një grupi kriminal në Sarandë. Shërbimet e policisë kishin mbajtur në vëzhgim automjetin që drejtonte 31 vjeçari dhe në tunel kryen ndalimin e tij. Keidi Bana i kishte fshehur armën në dyshemen e automjetit me të cilin po udhëtonte. Dyshohet se armët ishin futur kontrabandë në Shqipëri dhe të ndara në pjesë dhe më pas ishte bërë montimi i tyre. Hetimi vijon për të zbuluar persona të tjerë të përfshirë në trafik. Ndërkohë në Shkodër një 21 vjeçar Roberto Maloca u arrestua nga policia. Gjatë kontrollit në banesën e tij në fshatin Trush u gjet një sasi e konsiderueshme municioni dhe 4 armë zjarri, konkretisht një automatik, një pushk dhe 2 armë gjahu. Armën dhe municionet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa do t'i nënshtrohen dhe ekspertizës balistike për të parë nëse ato janë përdorur në veprimtari të tjera kriminale.